Hoxha mundet magjia me shkaktu smundje fizike edhe ka përmend që s'pa kuptoj këtë pjesën tjetër. Nëse unë po ndalem të ajo që magjia mund të shkaktoj smundje fizike, po mundet me shkaktu. Të gjitha smundjet mund me shkaktu. Kjo është e vërteta, edhe paralizë edhe e tjerë, por ne nuk themi që çdo smundje që ekziston në trupin e dikuj, ai me shku veç te hoxha me bo rukje edhe monali, jo, shko te mjeku. Sepse ku me di çfarë smundja, çfarë orientimi ka. Shko merri barnat, ilaçet, më shtet ky Zotit, pi ilaçet, Allahu të shëroft, u bëft sebeb mjeku edhe ilaçe. Ndërkohë merre se bëhet bën edhe rukje, s'ka gajle, sepse ka raste kur përmes magjisë është paralizu njeriu e tjerë, nuk po du tash me një shumë detaje me e friksu popullin me këso tema, por ka mundësi. Andaj është mirë me i marë sebepet edhe ato të rukjes apo fetare.